Kryesuesi I seancës së lënë gjysmë deputeti më I vjetër I kësaj legjislature Avni Dehari ka thënë se çdo përpjekje për ta vazhduar seancën pa një marrëveshje politike, vetëm sa e tensionon më tej situatën dhe rrit rrezikun e përplasjeve madje edhe të konfliktit fizik brenda sallës së kuvendit, derisa përmendi edhe ngjarjet e së mërkurës. Ai thotë se pas shndrimit të ri të LDK mirëpres ftesat për takimet të kryetarit të lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti, si dhe ftesat e ushtruesës së detyrës së presidentes Albulena Haxhiu për partitë politike për një takim konsultativ. Prandaj si kryesuesi I seancës konstituive, Dehari bëri thirrje të gjitha partive politike që të ulen së bashku, ta marrin përgjegjësinë që u takon dhe ta gjejnë zgjidhjen politike që I hap rrugë konstituimit të kuvendit, formimit të qeverisë dhe marrëveshjes për presidentin konsensual. Ndërkohë deputeti I lidhjes